Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se ka marrë ftesë nga presidenti i SBA-s Donald Trump për të përfaqësuar Kosovën në bordin e paqes për Gazën si anëtare themeluese, teksa ka publikuar letrën e marrë nga Trump. Osmani shkruan se Kosova qëndron si aleat i palëkundur i SBA-s për të çuar paqen përpara. Lidershipi i guximshëm nuk flet thjesht për paqe, ai e ndërton atë. Pikërisht këtë po e bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj iniciative historike. Ashtu si Amerika që solli paqe në Kosovë, sot Kosova qëndron si aleat i palëkundur i saj për ta çuar paqen më tej, shkruan Osmani në postimin në rrjetin social Facebook, që prej tensionave të vitit 2023 në veri të ushqyera nga një sër veprimesh të qeverisë së kaluar, nga vendosja e kryetarëve shqiptar në komunat me shumicë serbe në veri deri te mbyllja e shumicës së institucioneve serbe, Kurti u konsiderua nga Washingtoni si pengesë, duke u përjashtuar edhe nga takimet diplomatike. Albin Kurti po ashtu vijon të mbetet kryeministër në detyrë prej gati 10 muajsh, që pas zgjedhjeve të shkurtit 2025, pas të cilave palët politike nuk u dakordsuan për formimin e institucioneve, duke ridërguar vendin në zgjedhje parlamentare të parakohshme të 28 dhjetorit.